Presidenti turk Recep Erdogan dhe kryeministri i Italisë Giorgia Meloni ranë dakord për një numër çështjesh kyçe për bashkëpunim mes dy vendeve. Giorgia Meloni, menjëherë pas takimit të saj me presidentin e Turqisë, njoftoi se bilanci tregtar midis Turqisë dhe Italisë, i cili në vitin 2024 ishte pak më shumë se 30 miliard dollar, do të kalojë 40 miliard dollar në vitin 2025. Sot në Turqi operojnë më shumë se 500 kompani me investime të drejtpërdrejta, ndërsa kryeministria italiane njoftoi investime edhe më të mëdha në territorin turk. Pavarësisht njoftimeve për marrëveshje tregtare dhe atmosferës shumë të mirë të takimit, me gjysmën e kabinetit të qeverisë Erdoganit të pranishëm, i leja e madhe e presidentit turk në Itali, është një marrëveshje e re gjigante mbrojtëse me Romën, shkruan Protothema. Mollësisht, pas blerjes së kompanisë historike Piaggio Aviation nga Baykar në fund të dhjetorit të kaluar, Giorgia Meloni njoftoi një partneritet të ri me kompaninë turke të prodhimit të dronëve, me një investim total për disa miliarda dollarësh. Recep Erdogan vazhdon ta promovojë me shumë efektivitet këtë kompani të veçantë, shefi i së cilës është ëndri i tij dhe që aktualisht prodhon 60% të gjithë dronëve të tipit ushtarak në botë. Në këtë mënyrë, përveç thellimit të sinergjive ekonomike me vendet evropiane, Ankaraja po hyn edhe më dinamikisht në lojën e 100 miliardëve që Komisioni ka njoftuar se do të ndajë në kuadër të mbrojtjes së unifikuar evropiane. Marrëveshjet e Baykar në Itali dhe investimet e saj në periudhën e ardhshme do ta bëjnë atë një nga kandidatët kryesor për të përthithur programin e shpenzimeve të mbrojtjes së Unionit, pasi nëpërmjet Italisë, Ankaraja tani përmbush detyrimet formale të përcaktuara nga Komisioni në draftin që aktualisht është në fazën përfundimtare të studimit ka shtetet anëtare të Unionit. Erdogan po përpiqet edhe me shumë akses të krijojë marrëdhënie të fuqishme dypalëshe që do t'i sjellin atij përfitime të konsiderueshme jo vetëm ekonomike, por edhe diplomatike. Forcimi i marrëdhënieve të Turqisë me Italinë lodhi përsëri në një zonë përreth Greqisë, megjithatë që kjo mund të nënkuptoj. Vlen të përmendet se Turqia dhe Italia kanë qenë mjaft të afërta vitet e fundit, dhe konkretisht pas krizës në Libi, me interesat italiane që mbështesin lëvizjet turke dhe pjesërisht promovojnë pika specifike të memorandumit të palishëm turko-libian. Gjithashtu me interes është aspekti energjetik i bashkëpunimit midis Turqisë dhe Italisë, detajet e të cilit ende nuk janë bërë të njohura gjërësisht. Ankaraja dhe Roma kanë diskutuar ndërlidhjen energjetike të dy vendeve me një tubacion në New York për të paktën 2 vjet, një diskutim në cilin edhe Athina duhet të ketë një fjalë herët avon.